Kur njeriu arrin moshën 90 vjeç, trupi i tij ka nevoja të veçanta ushqimore. Tretja bëhet më ngadalt, muskujt dhe kockat humbasin forcë gradualisht, ndërsa sistemi imunitar dobësohet. Prandaj, zgjedhja e ushqimeve të duhura bëhet një faktor kyç për të ruajtur energjinë, shëndetin e zemrës, presionin e gjakut dhe mirëqenien e përgjithshme. Ushqimet e pasura me fibra, proteina të shëndetshme dhe antioksidant natyral janë të domosdoshme, ndërsa ato shumë të përpunuara, të yndyrshme ose me sheqer të shtuar duhet të shmangen. Një dietë e balancuar ndihmon jo vetëm trupin, por edhe mendjen, duke mbështetur kujtesën dhe qëndrueshmërinë fizike. Në vijim, do të shqyrtojmë 3 ushqime që duhen konsumuar çdo ditë dhe 3 ushqime që është më mirë të shmangen, për të krijuar një rutinë ushqimore të sigurt dhe të shëndetshme për moshën e avancuar. Ushqime që duhen konsumuar bio dhe të shëndetshme. Perimet e gjelbra dhe me gjethe. Shembuj, spinaçi, lakra jeshile, rukola, brokoli. Pse janë të mira? Të pasura me fibra, vitamin K, folat edhe antioksidant që mbrojnë zemrën dhe kockat. Ndihmojnë tretjen dhe reduktojnë inflamacionin. Si t'i përdorni, të ziera lehtë në sallata ose smoothie. Frutat me ngjyrë të ndezur dhe bimore të freskëta. Shembuj, boronica, lule shtrydhe, molla, portokall, kumbulla. Pse janë të mira? Plot antioksidant dhe vitamins që mbajnë lëkurën, imunitetin dhe shëndetin e syve. Ndihmojnë edhe për presionin e gjakut dhe kolesterolin. Si t'i përdorni, të freskëta, të thata pa sheqer, ose të shtrydhura si lëngje natyral. Protein të shëndetshme. Shembuj, peshk i yndyrshëm, salmon, sardelet, vezë, drithra integrale dhe legume si thjerrëza, fasule. Pse janë të mira? Ruajnë muskujt, fuqizojnë kockat dhe janë të lehta për tretje. Peshku i yndyrshëm ka omega-3 që mbron zemrën dhe trurin. Si t'i përdorni, peshk 2-3 herë në javë, vezë disa herë në javë, legume çdo ditë. Pjesa 2. 3 ushqime që duhet të shmangen. Ushqimet shumë të përpunuara dhe të yndyrshme. Shembuj, hamburger të gatshëm, patate të skuqura, çokolata industriale. Pse janë të këqija? Rrisin kolesterolin dhe rrezikun për sëmundje zemre, diabet dhe inflamacion. Sheqernat e shtuara. Shembuj, pijet e gazuara, ëmbëlsirat industriale, kek dhe biskota. Pse janë të këqija? Shpejt rrisin sheqerin në gjak, mund të shkaktojnë diabet dhe ndikojnë tek pesha dhe dhëmbët. Kripa e tepërt. Shembuj, ushqime të konservuara, supra instant, snacks shumë të kripura. Pse është e keqe? Nxit presionin e lartë të gjakut dhe mund të ndikojë tek veshkat dhe zemra. Këshill praktike. Prefero ushqimet e freskëta dhe të thjeshta. Pini ujë mjaftueshëm çdo ditë. Konsumoni porcione të vogla dhe shpërndani vakte gjatë ditës për tretje më të mirë. Ushqimet që duhen konsumuar dhe ato që duhet shmangur në moshën 90 vjeç. Kur një person arrin moshën 90 vjeç, trupi i tij përjeton ndryshime të thella. Tretja bëhet më ngadalt, muskujt dhe kockat humbasin forcë, ndërsa sistemi imunitar dobësohet. Ky është një moment kur ushqyerja bëhet një element thelbësor për mirëqenien fizike dhe mendore. Dieta e përditshme ka potencialin të ndihmojë në mbajtjen e energjisë, forcës dhe shëndetit të përgjithshëm. Në këtë pjesë do të analizojmë me hollësi 3 ushqime që duhet konsumuar rregullisht dhe 3 ushqime që duhet shmangur, duke shpjeguar pse ato janë të rëndësishme dhe si mund t'i përfshijmë ose t'i evitoni nga dieta. Ushqimet që duhen konsumuar. Një dietë e shëndetshme për një person 90 vjeçar duhet të përmbajë fibra, proteina të lehta, antioksidant, vitamin D, kalcium dhe omega-3. Këto ushqime ndihmojnë në ruajtjen e kockave, forcës muskulore, shëndetit të zemrës dhe funksionit kognitiv. Një perime me gjethe të gjelbër, spinaq, brokoli, lakër, rukola. Pse janë të rëndësishme? Perimet me gjethe të gjelbër janë burime të pasura të vitaminës K, folate, vitaminës dhe antioksidantëve të ndryshëm. Vitamin K është thelbësore për shëndetin e kockave, pasi ndihmon në përthithjen e kalciumit dhe parandalon osteoporozën, një problem i zakonshëm tek personat mbi 80 vjeç. Fibra në këto perime ndihmon tretjen dhe ndihmon në rregullimin e nivelit të sheqerit dhe kolesterolit në gjak. Antioksidantët, si luteina dhe zeaksantina, mbrojnë shikimin dhe reduktojnë inflamacionin në trup. Shembuj të konsumit. Spinaçi i zier lehtë. Mund ta zieni për 3-5 minuta dhe ta hani me pak vaj ulliri dhe lëng limoni. Brokoli i avulluar mban vitamina dhe mineralet dhe është i lehtë për të tretur. Sallata me rukola dhe lakër jeshile. Mund të shtoni pak fara dhe arë për proteina dhe yndyrna të shëndetshme. Këshilla praktike.
Përpiquni të konsumoni të paktën 1-2 porcione perime me gjethe të gjelbër çdo ditë. Kombinoni perimet me vaj ulliri, sepse yndyrnat ndihmojnë tretjen e vitaminave të tretshme në yndyrë. 2 frutat e freskëta dhe bimore, boronica, moll, lule shtrydhe, portokall, kumbulla. Pse janë të rëndësishme? Frutat janë burime natyrale të vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve. Ato përmbajnë fibra, të cilat ndihmojnë në tretje dhe ndihmojnë në kontrollin e sheqerit në gjak. Antioksidantët, si flavonoide dhe vitamins, mbrojnë qelizat nga dëmtimet e radikaleve të lira dhe përmirësojnë funksionin e sistemit imunitar. Në moshën e avancuar, frutat ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut dhe kolesterolit nën kontroll, si dhe ruajnë shëndetin e syve dhe lëkurës. Shembuj të konsumit: boronica dhe lule shtrydhe në mëngjes. Mund t'i shtoni në kos natyral ose të hani thjesht të freskëta. Molla e prerë, një zgjedhje e shëndetshme për një snack gjatë ditës. Portokalli ose kumbulla, mund të konsumohet si frut i freskët ose lëng i shtrydhur pa sheqer. Këshilla praktike: zgjidhni fruta të sezonit dhe të freskëta sa më shumë të jetë e mundur. Përpiquni të konsumoni 2-3 porcione fruta çdo ditë, duke përfshirë një frut me ngjyrë të fortë për antioksidant më të fuqishëm. 3. Proteina të shëndetshme, peshk i yndyrshëm, vezë, legume, drithëra integrale. Pse janë të rëndësishme? Proteinat janë thelbësore për ruajtjen e masës muskulore, që bie natyrshëm me moshën. Peshku i yndyrshëm si salmoni dhe sardelet përmban omega-3, të cilat mbrojnë zemrën dhe trurin, duke përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe duke reduktuar inflamacionin. Legume dhe drithërat integrale ofrojnë proteina bimore, fibra dhe minerale, duke përmirësuar tretjen dhe duke siguruar energji të qëndrueshme. Shembuj të konsumit: peshk i pjekur ose i avulluar 2-3 herë në javë me perime të ziera. Vezë të ziera ose në omlet disa herë në javë. Thjerza dhe fasule si pjesë e supave ose sallatave. Drithëra integrale si orizi, kaf, quinoa, të cilat mund të përdoren si bazë për vakte të shëndetshme. Këshilla praktike: kombino proteina me perime dhe yndyrna të shëndetshme për një vakt të plot. Shmangni përdorimin e shumë vajrave të rafinuar dhe skuqjen e tepërt. Bë ushqime që duhet shmangur. Në moshën 90 vjeç, disa ushqime mund të shkaktojnë më shumë dëm se sa dobi. Këto përfshin ushqimet shumë të përpunuara, sheqernat e shtuara dhe kripën e tepërt. Shmangia e tyre ndihmon në mbrojtjen e zemrës, veshkave dhe tretjes. 1. Ushqimet shumë të përpunuara dhe të yndyrshme. Shembuj: hamburger industrial, patate të skuqura, çokolata industriale, snacks të paketuar. Pse janë të këqija? Përmbajnë shumë yndyrna të ngopura dhe trans, të cilat rrisin kolesterolin dhe inflamacionin. Mund të çojnë në shtim peshe, presion të lartë gjaku dhe sëmundje të zemrës. Nuk ofrojnë vlera ushqyese të rëndësishme dhe shpesh përmbajnë shumë krip dhe sheqer. Si t'i shmangni? Zgjidhni ushqime të freskëta dhe të gatuara vetë në shtëpi. Përdorni metoda gatimi të shëndetshme si avullimi, pjekja ose zierja. 2. Sheqernat e shtuara. Shembuj: pijet e gazuara, ëmbëlsirat industriale, biskotat dhe kekët e paketuar. Pse janë të këqija? Rrisin sheqerin në gjak dhe rrezikun për diabet tip 2. Mund të ndikojnë në peshën trupore dhe shëndetin e dhëmbëve. Nuk japin ndjenja të plota ngopjeje dhe shpesh çojnë në konsum të tepërt. Si t'i shmangni? Zgjidhni fruta të freskëta për ëmbëlsira natyrale. Shmangni pijet me sheqer dhe zëvendësojini me ujë, çaj bimor ose lëngje natyrale pa sheqer. 3. Kripa e tepërt. Shembuj: ushqime të konservuara, supa instant, snacks shumë të kripura. Pse është e keqe? Nxit presionin e lartë të gjakut, një problem i zakonshëm në moshën e avancuar. Mund të ndikojë negativisht tek veshkat dhe zemra. Shumë krip maskon shijen e ushqimeve natyrale dhe ndihmon te konsumimi i tepërt i kalorive. Si t'i shmangni? Përdorni erza natyrale si hudra, limoni, rigoni, majdanos. Kontrolloni etiketat e ushqimeve të paketuar dhe zgjidhni ato me më pak natrium. Këshilla të përgjithshme për ushqyerjen në moshën 90 vjeç. Ushqyerja e balancuar. Kombino perime, fruta dhe proteina çdo ditë. Pijet: pini ujë të mjaftueshëm, çaj bimor dhe lëngje natyrale janë të mira, por shmangni pijet me sheqer. Porcionet e vogla dhe vakte të shpërndara. Tretja është më lehtë kur vakte janë më të vogla dhe të shpërndara gjatë ditës. Gatimi i thjeshtë, avullimi, zierja dhe pjekja ruajnë vitaminat dhe mineralet e ushqimeve. Diversiteti.
Sa më shumë lloje ushqimesh, aq më shumë mikroelemente merr trupi. Në këtë mënyrë, një dietë e përditshme e ndërtuar mbi perime të freskëta, fruta të pasura me antioksidantë dhe proteina të lehta, dhe shmangia e ushqimeve shumë të përpunuara, sheqernave të shtuara dhe kripës së tepërt, mund të ndihmojë një person 90 vjeçar të ruajë shëndetin, energjinë dhe mirëqenien fizike dhe mendore. Plan ushqimor një javor për person 90 vjeçar. Ky plan është i ndërtuar mbi vakte të vogla, të shpërndara gjatë ditës që ndihmojnë tretjen dhe energjinë. Përdorimi i perimeve, frutave, proteinave të shëndetshme dhe yndyrnave të mira ndihmon zemrën, trurin, kockat dhe muskujt. Dita 1. Mëngjesi. Një gotë kos natyral pa sheqer. Një lugë çaji faraqia ose fara liri. Molle prerë në copa. Snack mes mëngjesit dhe drekës. 5-6 boronica ose disa lule shtrydhe. Dreka. File peshku i zier ose i pjekur salmon 100 g. Brokoli i avulluar me pak vaj ulliri. Një copë bukë integrale. Snack pas dite. Një dorë ara ose bajame pa krip. Darka. Sup me thjerza dhe perime, karota, selino, spinaq. Sallat rukola me domate dhe pak limon. Dita 2. Mëngjesi. Ot me al me qumësht ose ujë. Një lugë çaji mjalt natyral. Banane e prerë. Snack mes mëngjesit dhe drekës. Një moll ose një portokall. Dreka. Omlet me 2 vezë dhe spinaq. Sallat me brokoli, karota dhe pak fara susami. Snack pas dite. Një gotë kos natyral ose një dorë bajame. Darka. File peshku i bardh, merluc i zier. Perime të ziera, kungull i njom, karota. Një lugë gjelle drithëra integrale, si oriz kaf. Dita 3. Mëngjesi. Smoothie me boronica, banane dhe kos natyral. Një lugë çaji faraqia. Snack mes mëngjesit dhe drekës. Një dorë ara të pakripura. Dreka. Sup me fasule dhe perime, selino, karota, domate. Sallat me rukola dhe vaj ulliri. Snack pas dite. Një moll ose disa copa lule shtrydhe. Darka. File salmoni pjekur me limon. Brokoli dhe spinaq të avulluar. Gotë quinoa. Dita 4. Mëngjesi. 2 vezë të ziera ose omlete vogël me perime. Moll ose boronica. Snack mes mëngjesit dhe drekës. Një gotë kos natyral me pak fara liri. Dreka. Sup me thjerza dhe karota. Sallat me domate, kastravec dhe vaj ulliri. Një copë bukë integrale. Snack pas dite. Një dorë bajame ose ara. Darka. File peshku i bardhi pjekur. Kungull i njom dhe brokoli të zier. Një lugë gjelle oriz kaf. Dita 5. Mëngjesi. Ot me al me qumësh dhe boronica. Një lugë çaji faraqia. Snack mes mëngjesit dhe drekës. Një portokall ose moll. Dreka. Omlet me spinaq dhe domate. Sallat me rukola dhe pak vaj ulliri. Një copë bukë integrale. Snack pas dite. Një gotë kos natyral ose disa ara. Darka. File salmoni pjekur me limon. Brokoli dhe karota të avulluar. Një lugë gjelle drithëra integrale, quinoa ose oriz kaf. Dita 6. Mëngjesi. Smoothie me banane, lule shtrydhe dhe kos natyral. Një lugë çaji fara liri. Snack mes mëngjesit dhe drekës. 5-6 boronica ose një dorë bajame. Dreka. Sup me fasule dhe perime. Sallat rukola me domate. Pak limon dhe vaj ulliri. Snack pas dite. Një moll ose disa copa portokalli. Darka. File peshku i bardhi zier. Brokoli dhe spinaq të avulluar. Gotë quinoa. Dita 7. Mëngjesi. 2 vezë të ziera ose omlet me spinaq dhe karota. Moll ose boronica. Snack mes mëngjesit dhe drekës. Një dorë ara ose bajame. Dreka. Sup me thjerza dhe perime të ndryshme. Sallat me rukola, domate dhe vaj ulliri. Një copë bukë integrale. Snack pas dite. Një gotë kos natyral me pak fara liri. Darka. File salmoni pjekur me limon dhe barishte. Brokoli, kungull i njom dhe karota të ziera. Një lugë gjelle drithëra integrale. Këshilla praktike për planin ushqimor. Hidratimi, pini 6-8 gota ujë në ditë. Mund të shtoni çaj bimor pa sheqer ose lëngje natyrale pa sheqer.
Porcionet e vogla, shmangni vakte shumë të mëdha. 5-6 vakte të vogla në ditë ndihmojnë tretjen. Diversiteti, ndryshoni perimet dhe frutat çdo ditë për më shumë vitamina dhe minerale. Gatimi lehtë. Avullimi, zierja dhe pjekja janë më të mira se sa skuqja. Evito ushqimet e dëmshme. Asnjë ëmbëlsirë industriale, snacks të kripura ose ushqime të shumë të përpunuara. Ky plan është i balancuar për të ofruar energjinë e nevojshme për aktivitetet e përditshme, proteina dhe kalcium për kocka dhe muskuj, antioksidant dhe fibra për zemër, tretje dhe imunitet, yndyrna të shëndetshme për zemër dhe trurin.